E shtuna 3 maj solli një muri aktivitetesh në qytetin e Burrelit në kuadër të 103 vjetorit të vendimit për ta shpallur qytetin si qendër administrative nën prefekturës së Matit, që sot është e njëjtë me termin administrativ bashki. Në kuadër të këtij 103 vjetori, Bashkia e Matit organizoi një sër aktivitetesh në orët e paraditës. Fillimisht festa nisi me parkalimet e nxënësve të shkollave nënvjeçare të qytetit të Burrelit e më pas me panajirin agrokulturor, në të cilin morën pjesë të gjitha zonat e trevës së Matit. Në panajir u paraqiten gatimet të ndryshme tradicionale të zonës, punim artizanale të tjerë. Pjesëmarrës ishin edhe subjekte të tjera tregtare që operojnë në fushën e turizmit, si dhe u shpërndan broshura informuese turistike për Matin e të tjerë. Panajiri mblodhi qindra qytetarë që jo vetëm shuan korreshtjen, por edhe shijuan ushqimet e paraqitura nga pjesëmarrësit në panajir, si dhe blen produkte të ndryshme. Aktiviteti për nder të 103 vjetorit të shpalljes së qytetit Burrel si qendër administrative në prefekturën së Matit, i ndoqën nga afër kryetari në detyrë i Bashkisë së Mat Myslim Zeneli, kryetari e Bashkisë Kloz Valbona Kola, nën prefekti i Matit Hasan Pasha dhe drejtues të institucioneve qendrore në nivel vendor. Po ashtu panajirin e vizituan edhe 2 kandidatët për deputet të qarku Dibër Agron Malaj e Blendi Klosi. Kryetari në detyrë i Bashkisë së Matit Myslim Zeneli tha se kjo datë është një ngjarje e rëndësishme, pasi është vënia e gur themelit të pushtetit vendor në Mat. Sot është për vjetori 103 i vënies së gurit themelit të pushtetit vendor Mat, që aso kohë njihet me emrin nën prefekturë. Sigurisht çdo qytetar, çdo ish punonjës ndjen një krenari të ligjshme, sepse janë pasadës të një muri brezash njerëzor që nga dita e parë dhe deri më sot i kanë shërbyer popullit Matit me sa kanë ditë dhe mund. Sigurisht respekti më njohet pafund për gjithë ato që vun gur themeli në fillimet e shtetit në Mat dhe e zhvilluan atë në nivelet e sotme. Sigurisht Burreli në vitet 58-78 ka njohur rritjen më të madhe të mundshme, duke çuar numrin e popullsisë fund viteve 80 në 16.000 banor. Sot qyteti i Burrelit ka një frymëmarrje të gjerë, ka një zhvillim kulturor dhe artistik të mjaftueshëm, ka një rrjet institucione social-kulturore të cilat plotësojnë nevojat e rrethit dhe mendojmë që në të ardhmen duhet më shumë të punojmë për të përsosur, për të normalizuar dhe për të sjellë gjithnjë më shumë qytetari gjithë popullit të Matit. Nga ana tjetër, kryetari në detyrë i Bashkisë Mat Myslim Zeneli tha se ekspozimi i kulinarisë matiane është një vlerë e shtuar e trevës së Matit. Sigurisht Mati është një trevë gjerë, e cila ka historinë dhe kulturën e saj, po ka dhe historinë e kulinarisë matiane. Sot, siç vëmë re, janë demonstruar në plot tavolina të gjitha nivelet e përfaqësimit të mundshëm, nga Ulza deri në planin e bardhë, nga Matsukulli deri në Gërman, dhe që të gjithë gjejnë veten në përfaqësimin e këtyre tavolinave. Sigurisht e ka zbukuruar ditën edhe fëmijët me nivelin artistik të performancës tyre, që lën mjaft dëshirë tek njerëzit dhe për ta kaluar këtë ditë sa më gëzueshëm. Veç panajiri, qendra kulturore e fëmijëve Mat zhvilloi një mini koncert me fëmijët që e frekuentojnë atë. Në vitin 1922, Burreli mori statusin e qendrës njësie administrative të nënprefekturës së Matit.